Projekt buxheti për vitin 2026 ka marrë bekimin në parim të dy komisioneve parlamentare këtë të hënë. Ishte ministri i Financave Petrit Malaj, i cili në Komisionin e Ekonomisë dhe atë të ligjeve pohoi se projekt buxheti 2026 me shpenzime totale prej 886.7 miliard lekësh ruan ekuilibrin mes qëndrueshmërisë fiskale dhe mbështetjes për zhvillimin social e ekonomik të vendit. Projekt buxheti 2026 parashikon një nivel total shpenzimesh prej 886.7 miliard lekësh, duke ruajtur ekuilibrin midis qëndrueshmërisë fiskale dhe nevojës për të mbështetur zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. Ai u ndal edhe te rritja e pagave që nis në janar dhe me synimin që paga minimale në fund të mandatit Rama 4 të jetë 70.000 lekë. Duke filluar nga 1 janari 2026, paga minimale për efekt të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do të rritet me 10.000 lekë duke arritur në 50.000 lekë, ndërsa në planifikimin afatmesëm është menduar që paga minimale të shkojë në 60.000 lekë në vitin 2028 dhe 70.000 lekë deri në fund të mandatit. Jashtë vëmendjes nuk u la as reforma e pensioneve. Kështu, duke filluar nga 1 janari 2026, përmes mbështetjes buxhetore, ne do të zbatojmë një kompensim të ardhurash për të gjithë pensionistët, bazuar dhe në kategorinë e pensionit që ata përfitojnë. Gjatë fjalës së tij, ministri i Financave u ndal edhe te rritja ekonomike për vitin 2026. Për periudhën afatmesme 2026-2028, rritja parashikohet mesatarisht në 4%. Një pjesë të buxhetit do të marrin edhe investimet publike për vitin e ardhshëm që do të arrijnë në 179.6 miliard lekë, duke u përqendruar në infrastrukturë, energji të rinovueshme, digitalizim dhe projektet e planit të rritjes për Bashkimin Evropian. Investimet publike do të jenë mesatarisht 6.5% e prodhimit të brendshëm bruto për gjatë 2026-2028 të përqendruara në projektet strategjike për infrastrukturën, digitalizimin dhe energjinë e rinovueshme, si dhe për projektet të planit të rritjes së BE-s. Për vitin e ardhshëm fiskal nuk parashikohen rritje taksash, ndërsa qeveria do të zbatojë masa lehtësuese për biznesin e fermerët. Opozita nga ana e saj i bojkotoi punimet në komision, sipas direktivave të dhëna nga kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi, por kishte nga ata që kritikat i shprehen në rrjetet sociale. Është thjesht një rutinë, një buxhet i cili nuk sjell asnjë model të ri ekonomik.